Një vilë luksoze në Faenca të Italisë me vlerë rreth 500.000 euro është sekuestruar nga Guardia di Finanza, pasi rezultonte në pronësi të një shtetasi shqiptar që pohetohet për trafik të lëndëve narkotike. Sipas mediave italiane, hetimet zbuluan se pasuria e tij ishte e papajtueshme me të ardhurat e deklaruara, duke ngritur dyshime për origjinën e palishme të fondeve. Vendimi për sekuestrimin erdhi pas një serie kontrollesh të ndërlikuara ekonomiko-financiare, të koordinuara nga prokuroria dhe të zbatuara nga efektivët e Guardia di Finanza. Analiza e llogarive bankare të familjes nxori në pa menaxhim të pazakont të burimeve financiare. Shpenzimet për jetesën e përditshme, si ushqimet dhe veshjet, ishin minimale, ndërsa tërheqjet e parave kesh dhe pagesat për karburant ishin thuajse të papërfillshme. Hetuesit konstatuan se fondet në llogaritë bankare mund të jenë siguruar përmes parave kesh të lidhura me trafikun e drogës, pavarësisht të ardhurave të deklaruara nga puna e lishme. Rindërtimi i profilit ekonomik të familjes tregoi se investimet e kryera, përfshirë blerjen e vilës, nuk justifikoheshin nga mundësitë e tyre financiare.